votuesve jashtë Kosovës në banorët e Deçanit, pra që jetojnë jashtë, është 2320, ndërsa si numri i përgjithshëm i votuesve janë 43759. Kamermani jonë është duke sjellur pamje nga qytetarët të cilët po presin e radhë për të ushtruar të drejtën e tyre të votës, ndërsa unë do tentoj që dikush prej tyre na flas pak më shumë sa i përket procesit votimit, se sa gjatë jura të pres, ose si po e kalojnë sot ditën e zgjedhjeve, çka presin për të ardhmen. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje, presim sa më mirë. Na shkojnë të zgjedhje sa më bukur, sa më qetë, sa komod. Qa presni të ndryshojnë qytetin? Sa më mirë. Presim si më të mirin. Okay. Faleminderit shumë. Besoj ka shpamje mjaftojnë nga kjo qendër e votimit në qytetin e Deçanit, ku po shihet fluksi i madh i qytetarëve të cilët po ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Faleminderit shumë Alinda për këtë